Përshëndetje të nderuar miq. Duket sikur të gjithë aty në protest janë bashkuar ke Sora me përjashtim të Ramës që e ka braktis Sora dhe që është lidh i shkreti me e kanë braktis dhe Rabinën tashim duket se do ta braktisin dhe ambasadori që do vi pasi të shtrëngohet nga populli i Tiranës. Problemi është që mos bijem nga shiu në breshër. Edhe një ditë të pendohemi si që kemi mbështetur mjaftisët kur dilnin që ishin simpatike, kështu po t'isha një ose rilindja kur dilte atje në protesta në 21 janare, populli e mbështeste se do na sjellin lirinë në këta. Këtu është tërë problemi, që pushtetin mos e mbajnë me globalistët. Berisha mendon ta marrë ai pushtetin pasi të bjerë Rama. Edhe tjetë një farë garancie për Ramën përsëri që ta mbrojë ashtu siç e mbrojti Rama gjithë këto vite Berishën dhe ku së bashku ja futën dhe Ilirit edhe Erionit. Aty ka hyrë Erionit diskutohet. Shumë nga ata janë vëmjet që ka lëshuar krimbi Erionit, kur ka pasur pushtet dhe para dhe ka akoma sigurisht dhe gjithë ato banderolat mëdhaja ato janë bërë sigurisht me parat e Erionit, me parat e OJF-ve të Sorosit, ka hedhur para Tano Karidi që ju kam thënë Raiffeisen Bank, ai që mbështet dhe homoseksualet edhe islamin politik për të përçarë sa më shumë shqiptarët mbi fe. Dhe se këto janë projektet e Sorosit, ta janë trushplar, nuk kuptojnë gjë se ju thotë shoqëria hapur e bukur, kështu që duhet të gjithë popujt racat janë të barabarta e kështu, e në fund t'ja ofus të gjithëve, t'i lërë të gjithë me gishtë në gojë. Dhe aty ka hyrë dhe Fania e Fan Jusembelliu. E dini ju që djalin e Fanes në Instagram e ndjek Aleksandr Sorosi? Këta mendojnë që nga inatet personale që kanë me Ramën që nuk i la të vazhdonin vjedhjet siç ka lënë këta servilët e tjerë, të cilët duhen ndëshkuar një lloj si Fania nëpërmjet ligjit gjithmonë për grabitjet që kanë bërë, grabitjet shtetërore, se pronat shtetërore i kanë mbrojtur shqiptarët ndër shekuj, e shteti i mori si akullore kur u kryua me 1924, po janë pronat që i kanë mbrojtur shqiptarët me gjak edhe me eshtra. Dhe shteti nuk mund t'i jap këto prona pa referendum edhe pa pyetur njerëzit, prandaj kanë hequr dhe referendumin këta. Dhe janë bashkuar të gjithë dhe kanë lënë përmbarues kryemontazherit e japin një pjesë të parave. Ja e Tano Karidi, ai Lisien, si e ka Lisandër, Lizart i themun ati, Hardhuc Saraçi, aty është krye ideologu që ju kam thënë që do të bëhet president 117 vjeç, filozofi i madh, liberal, që kërkon të frynë shumë merra të shpartallohen shoqëria shqiptare ku të goditen tërë figurat dhe nuklet magnetike që mbajnë shqiptarët të bashkuar, Fatos Lobonja, dhe është ai komunisti, do t'i zgjidhë të tëra, do t'i vrasë tëra, do t'i sjellë punëtorëve dhe shantarëve lirinë qori. Edhe gjitha soroistët e tjerë. Në fund, në fakt, pora Rama e ha Berisha, ja u kam thënë, dhe e merë PD-n një, ose Berisha hyn në burg, dhe prap partinë ja marrin. Berisha ka dhe Kulaçin dhe Kërbaçin pasaj nga Sorosi. 3-4 muaj sa të bjerë Rama, goditet Berisha. Dhe PD-n e merr një Sorosian. Mundësisht në një nga këta beqet, mundësisht, se këta janë akoma dhe më të ndikush, më të intimidushëm nga politika e globalistëve e Sorosit. Dhe Meta do të hajë, do qëndrojnë në burg, do t'ja futin, sepse Meta në fakt ka qenë anti-Soros, themi të vërtetën, pavarësisht se futi kleptokracinë me Monikën dhe me gjithë ata kryajt dutët e bandës së LSI-së në Shqipëri, por ka qenë ashtu si Berisha e kanë dashur Shqipërinë ta vidhnin ata, jo Sorosi. Pra lufta me Sorosin nuk ka qenë për patriotizëm, por ka qenë për
çështje pushteti dhe pasurimi. Pra, këtu janë bashkuar të gjithë, ke kryemontazheri, po të shikosh me përjashtim të Berishës, të gjithë liderat e tjerë politik, në historinë e tyre që kanë ardhur në pushtet, nuk kanë element të dhune, vetëm Berisha e ka dhe ky kryemontazheri. Nuk e di nga se buron, gjeni ju çfarë tipologji të njëjtë kanë këta dhe pse e kanë këtë tipologji të njëjtë, duke përdorur gjithmonë dhunën, madje edhe vrasjet. Mirë po, karma is a bitch, thonë në anglisht. Vjen një ditë dhe karma të kthehet mbrapsh. Prandaj i them këtij kryemontazherit të lëshojë energjinë e tiranësve dhe të qytetarëve të Shqipërisë që përpiqet t'i kontrollojë atje në emër të gjithë tyre nukleve dhe në fund do fitojnë vemjet e Rion Veliajt, OJF-istët ajdut që kanë vjedhur Shqipërinë dhe që janë njerëzit më të ndyrë bashkë me familjet e tyre, të gjithë ata që kanë marrë bursat për fëmijë nga Sorosi, që i lëm fëmijët ti përdorin të tjerët vetëm që të pasurohen, janë ndyrësira dhe prandaj ju them larg se këtë vend e morën me qafë politikanët dhe OJF-istët. Këto janë dy grupet më të ndyra të mostrave që ja kanë pirë gjakun shqiptarëve. Pastaj bin dhe të tjerë me radhë, por këto të dyja janë më kryesorët. Mos lejoni që energjia të shkojë ke mostrat e këtyre që u thashë në shesh. Energjia duhet shkojë tek qëllimet e patriotëve, të fitojë Shqipëria, të mos kalojë Shqipëria në kaos. Rama të largohet, të krijohet një qeveri teknike për zgjedhje të parakoshme, ku të gjitha ato që do bisedohen do vendosen nga grupi i madh online me votim nga patriotët e shumët në Shqipëri me faqe online publike dhe të mos njihet ky parlament, sigurisht mos nxjerrin kjo mazhorancë një qeveri tjetër, t'ja hedhin trafajet e Edi Ramës se ne jemi të vilgjër, dhe të krijohet një asamble kushtetuese me negociata e cila duhet të rregullojë disa kolona kryesore për të ekuilibruar pushtetet, për t'i dhënë fuqi presidentit që të zgjidhet direkt nga populli, që të ketë një ekuilibrim të presidentit nëpërmjet Këshillit Presidencial për vendimet e veta, ku të ketë një raport për politikën e jashtme të ekuilibruar midis presidentit, qeverisë ose ministrisë jashtme dhe parlamentit, ku për situata të ndryshme duhet të ketë vendime nga të treja palët. Ku kryeministri dhe presidenti mos kenë më shumë se 2 mandate të drejtë dhe ta marrin këtë vend ta skllavërojnë, ku të fuqizohet sa më shumë drejtësia dhe t'i kthehet drejtësia interesave popullore dhe jo interesave të ndërkombëtarëve. Prokurorët e SPAK-ut duhet t'i largohen qasjeve të ndërkombëtarëve dhe influencave të ndërkombëtarëve. Kryetari SPAK-ut s'ka punë të takohet me asnjë ambasador. Nuk ka punë të shkojë në asnjë vend tuaj për ku t'i japin mend edhe t'i japin specialistë gjoja që ta monitorojnë e ta drejtojnë. SPAK-u duhet të jetë 100% në duar të shqiptarëve dhe në duar të ligjit, ku asnjë njeri dhe asnjë grup njerëzish mos jetë i pandëshkueshëm për shkeljet ligjore në detyrë, pra për korrupsionin, por dhe kundër krimit të organizuar. Këto janë disa shtylla që unë mendoj se si duhet të ecë shoqëria. Grupi i tërë këtyre që lidhen ke Sorosi, me urdhrin e Sorosit, kanë parim kundër atyre që i quajnë armiqtë e vet ose tradhtar ose djem plankprishës, siç e konsiderojnë Ramën, no negotiation, only death.
Pra, këta prandaj nuk pranojnë me kryemontazherin që merr direktivat, nuk pranojnë që të ketë një përfaqësi që të drejtojë protestën të zgjedhur në mënyrë demokratike, jo të vetë shpallur, as grup pune, as faqe website-i të mbajtur nga krye dhe të ngritur nga kryemontazheri, as ato parate që merr kryemontazheri dhe sjep llogari nga GoFund, dhe të largojnë edhe presionin fizik nga sheshi kundër njerëzve. Kryemontazher, mos haro, Karma is a bitch, mund të duket si kur realizon ndonjë fitore në moment kur thur kurthe, but Karma is a bitch. Ki kujdes dhe vepro vetëm me drejtësi dhe liro mikrofonin dhe largo bodyguardët dhe mos u përfshi në intriga, lejo të ketë një bashkëpunim midis nesh patriotëve që do dalim më vete dhe ju dylberista, LGBT-ista, qorista, lapista, lubonjista, tanokaridista që jeni aty në shesh. Roftë Shqipëria, Shqipëri e shqiptarve, jo e tradhtarve.